Parashikues të Vision Plus, përshëndetje, do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me origjinë jug-perëndimore. Moti ka qenë fillimisht i kthjellë dhe me alternime vranësirash, ndërsa pas orëve të mesditës kemi patur mot me alternime vranësirash deri të dendura më të theksuara këto në relevet malore. Rreshtet e shiut kanë qenë të dobta në orët e vona të pasdites përgjatë vijës bregdetare, ndërsa era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi 8 metër për sekond. Në Luginat e Bregdet, era ka fituar shpejtësi deri në 16 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 6 deri 17 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 25 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 23 gradë Celsius. Ditën e mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshtë shiu, të cilat pritet të bëhen prezente prej orëve të mesnatës, fillimisht përgjatë vijës bregdetare dhe më pas gradualisht do shtrihej në të gjithë territorin. Rreshtet e shiut do të vijojnë të jenë të herpasershme gjatë gjithë ditës me intensitet të ulët, ndërsa lokalisht në zonën perëndimore dhe atë qendrore, rreshtet e shiut pritet të jenë me intensitet deri mesatar në formë shtrëngatash me shkarkesa elektrike. Pas orëve të pasdites, rreshtet e shiut do të vijojnë të jenë me intensitet të ulët, gradualisht rreshtet do të ndërpriten. Ndërsa era do të frymë sërish me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi 8 metër për sekond në Luginat e Bregdet, era do të arrijë shpejtësi deri në 16 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 8 deri 15 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 21 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me fillime dhe alternime vranësirash, të cilat do të shoqërohen nga rreshtë shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij parashikohet këtë mot të paqëndrueshëm me rreshtë shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Ndryshe do të paraqitet situata në Europën lindore, lokalisht në brigjet e Egjeut, ku masat ajrore të thata kontinentale do të ndikojnë që moti të jetë i qëndrueshëm. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.